Ibadeti më i madh në Islam pas dëshmisë është sepse problemin e kemi tek zemra. Nëse e rregullojmë zemrën në adhurimet tona, aja ka me reflektu edhe tek gjymtyrët. Të dashur vëllezër besimtar, pas ezanit e pas marrjes së abdesit, robi besimtar drejtohet drejt një ibadeti më të madh. Pas dëshmisë që ne e kemi thënë me zemër se nuk ka të adhuruar me të drejtë posa Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij, ibadeti më i madh në Islam pas dëshmisë është namazi. Nuk ka lidhje më të fuqishme. Robi nuk e gjen veten më afër krijuesit se sa namaz. Namazi kemi thënë se prej fillimit të ezanit kur na thot hayya alal salah, hayya alal falah, e përgatit zemrën tonë që ne tash me u drejtu drejt atij i cili ka kriju çdo gjë në jetën e kësaj bote. Me u drejtu tek ai i cili gjunahet tona për me na i fali drejtohemi atij. Mirë për të dashur të mi besimtarë. Shumë herë po ndodh për shkak dinamikës jetës, ndoshta ende hala nuk e kemi kuptuar rëndësinë e namazit. Shumë herë ne me trupat tonë po jemi namaz, mirë po zemrat e kemi larg adhurimit që është namazi. Pra robi besimtar e kemi thënë se kur të hyn namaz, zemrën e tij duhet me paraqit Allahu dhul xhelal, pra me u përqendru me gjithë qenien e tij se tash është para Allahut te bareke wa taala. Allahu xhelal xhelalu, pra ata të cilët janë të kujdesshëm namaz, janë të përkushtuar namaz, ka thënë Kur'an, qad aflaha almu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Kush janë ata të shpëtuarit? Thot Allahu, alladhina hum fi salatihim khashiun. Ata të cilët vërtet kanë shpëtu besimtarët të cilët janë të përulur, janë të kujdesshëm në namazet e tyre. Pra i besimtar që është i kujdesshëm namazin e tij, kujdeset për qëndrimin në këmbë, kujdeset për leximin e Kur'anit, kujdeset për rukun e tij, kujdeset për sejdën e tij, pra e plotson zemra e tij është prezente në adhurim ndaj Zotit dhul xhelal, ata robër janë të shpëtuar. Zemra vëllezër nderuar i ngjan sikurse mbretit. Mbreti dhe gjymtyrët janë ushtria. Nëse mbreti jep urdhën, atëherë ushtarët kanë për ta zbatuar atë që kanë marrë si urdhër. Mirë për nëse shpartallohet mbretënia, ushtarët nuk mund mi bë ballë çfarë do përballje me armikun. Dhe kështu vjen në përfundim edhe çështja jonë sot vëllezër nderuar. Dikush mundet me pyet, po Allahu xhelal xhelalu ka thënë falë namazin se vërtet namazi ju largon prej punëve të këqija dhe të rrituara. E pse sot robi besimtar e fal namazin, me i po vazhdon me gjunahe, sepse problemin e kemi tek zemra. Nëse e rregullojmë zemrën në adhurimet tona, aja ka me reflektu edhe tek gjymtyrët. Pra nëse ne e rregullojmë zemrën, aja reflekton te shikimi, aja reflekton te të folit, te të ndëgjuarit e kështu me radhë. Mirë po prezent në adhurimet tona është vetëm trupi. Në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka bërë obligim 5 herë në ditë namazin. Pra, robi besimtar 5 herë në ditë duhet mi ju përgjigj Allahu te bareke wa taala. Dhe ai i cili, thot pejgamberi alayhis salam, e merr abdesin në formën më të mirë. Urdhën i Allahut ishte në xhuman që shkoi, o ju të cilët keni besu, kur të ngritni për të falë namazin, lani fytyrat tuaja, lani duart tuaj, jepni mes kokës edhe lani këmbë tuaj. Por robi besimtar e plotson abdesin edhe me sunetet të cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mandej thot dhe e fal namazin në kohën e vet. Drekën në kohën e vet, ikindien në kohën e vet, e jo me i bashku gjitha namazet. Por namazi është obligativ në kohën e vet. Dhe kina me fol në të ardhmen në hutbet tona për rrezikun e atyre që e shtyn namazin e vanojnë namazin.
Dhe vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam duke i plotësuar me kujdes rukut dhe duke u përkushtuar në te, Allahu xhalla xhelalu do t'ja fal mëkatet. Pra ky hadith na tregon se ne mrena ditës duhet me i fal dhe kemi për obligim me i fal 5 kohët e namazit. Namazin me e fal në kohën e vet. Mandej avdesin me e marrë në formën më të mirë, mos me nxitu, se e thamë në gjumon që shkoj me pikën e fundit të abdesit në abin edhe gjunahet, me u kanë të kujdesshëm të përkushtuar gjatë rukus edhe sejdës, Allahu xhalla xhelaluhu robit do t'ja fal mëkatet. Ndëgjojeni këtë hadith që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Ebu Qatade radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajduti më i keq është ai i cili vjedh namazin e tij. I thanë, oj dërguni Allahut, çish është mundësia me vjedh dikush namazin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e plotson rukun dhe nuk e plotson sejdën gjatë faljes së namazit. Pra shumë e rëndë se sa mu grabit me vjedh një pasuri dunjas, sepse me vjedh nga ibadeti, nga namazi, ne mendojmë se jemi tu e deponu një kapital nga rukuja, nga sejdja, nga adhurimi që është namazi. E kjo është vjedhja më e keqe. Sepse duke u gut në rukun dhe sejdë, ne e hupim vlerën dhe shpërblimin e namazit. Ndërsa në një hadith që është ndëgjuar nga Ebu Abdullah el-Eshariu, thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, shembulli i atij që nuk e plotson në rukun dhe shpejton në sejdë është sikurse shembulli i atij i cili është i uritur. Por ta te i kalu urin, merr 1 apo 2 hurma të cilat nuk janë të mjaftueshme për me ngop barkun e tij. A mundi me marrë me mend kjo formë namazit që është prezente në mesin tonë, ku në ruku nuk pushojmë, ku në sejdë nuk pushojmë, nuk e bëjmë me përkushtim dhe për ulje qysh e kërkon i madhi Zot Dhul Xhelal, sa të uritur e lajmë mbrendësinë tonë, shpirtin tonë. Pra kur thojmë në ruku Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, pa e plotsu atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me rastin atij personi i cili ka hyrë në xhami, e ka fal namazin, i ka thënë për herën e dytë, falë namazin se ti nuk je fal deri në herën e tretë. Mirë, po pas herës së tretë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e mëson se si duhet robi besimtar me e fal namazin. Një shembull që na ka tregu Hasan el-Basriu rahimahullah, një njeri shkon tek Hasan el-Basriu dhe i ka hub diçka me vlerë. Dhe po i thot, ja imam, më ka hub diçka me vlerë, mirë po nuk po më kujtohet vendi se ku e kam lanë. Hasan el-Basriu i thot, ktheu në shtëpi, fali 2 rekate dhe pastaj eja tek unë. Dhe ky njeri thot, posa hyra namaz, më kujtu se ku e kam lanë atë, në cilin vend e kam lanë atë gjë të çmuar. Dhe u kthyti Hasan el-Basriu dhe po i tregon, thot, e fala 2 rekate dhe e gjeta gjën e çmuar. Hasan el-Basriu, kjo është mësimi për ne o vëllezër nderuar. Kjo na ndodh shumëve kur hyb namaz, se ato e do shejtani mallkun. Moment që ti thu Allahu Ekber, shejtani ka me armë të fol tek veshi për planet e tua, për gjërat që i ke harru, për gjërat që kimi i bëj kështu me radhë, vetëm qëllimin e ka me ta hub vlerën dhe shpërblimin që ti mundesh me marrë nga namazi. Andaj, aja që ka kërkohet është ne me qenë të përkushtu namaz, ne kur vim në ditën e gjuma, sot që kemi ardhë, me i ra në ruku dhe në sejdë dhe Allahu xhallal xhelalu me gjithë qenjen tonë dhe me marrë shpërblimin e meritun. Në fund, ne jemi krijesat krijuar prej trupit edhe shpirtit. Në moment kur ne bim në ruku dhe sejdë, barrën e trupit tonë e lajmë në tokë
ndërsa atë që kemi në shpirtin ton, ja lehtësojmë dhe e ngrisim tek Allahu te bareke o teala. Allahu na bëf të atill, që e fillu me ajetin e Kuranit në fillim, kanë shpëtu besimtarët, ata të cilët janë të përkushtuar, janë të kujdesshëm në namazet e tyre. Allah na bëf deri në momentin, çastin e fundit kur dalim nga kjo botë, me fal namazin. Për lutim të madhin Zot, edhe familjarëve tonë me ja mësu namazin. Është adhurimi më i madh pas dëshmisë, e që është shtyllë kryesore e fesë Allahut te bareke u teala. Andaj vëllezër nderuar, në fund kërkoni falje Allahut, se me të vërtetë Allahu është falës dhe është mëshirues.